Sot është hapur parfumeria Eiffel, e cila sjell prodhime kualitative me çmime reale dhe e licencuar nga Ministria e Turqisë. Pronarja e kësaj parfumerie zonja Shpresa Shabani sot është prehur e gëzuar që është përfaqësuesja e kësaj kompanie për Kosovë dhe së shpejti pritet që edhe në qendra të tjera do të hapen parfumeri nga Eiffel. Po kështu tha se kualiteti është i lartë, kurse me çmime të kapshme dhe jo të shtrenjta. Jam përfaqësuese e Kosovës e parfumerisë Eiffelit, që është një markë nga Turqia dhe gjithë botën është. Është parfumeri, pejti do të hapur edhe gjithë Kosovën, shumë pika tjera. Për shembull, ku mendoni? Për shembull, Prishtinë, Ferizaj, Suarek, Mitrovic. Anëmban. Po, në gjithë qytetet e Kosovës. Çfarë porosit qytetarët për këtë Eiffelin, sepse kjo është njëra nga kompanitë e njohura? Po, shumë e njohur është në Turqi, është shumë produkt i mirë, mundën dhe me këtë provojnë gjithë. Çmimet çfarë do të jetë? Çmimet janë shumë të volitshme. Kurse distributori për Ballkani Eiffelit nga Turqia, deputeti Abdulkadir Karadoman, tha se po ndihet i gëzuar që këtu në Kosovë gjëgjësisht në Prizren po hap këtë parfumeri. Derisa dua të them se në Kosovë do të sjellin parfumet me kualitet të lartë dhe me çmime shumë reale. Dhe pastaj ka vazhduar si kjo është edhe një shenjë bashkëpunimi tonë të lashtë që kemi me Kosovën. Eiffel olarak biz uzun yıllara dayanan mazimizle güçlü bir... Jemi shumë të emocionuar që e bashkojmë Eiffelin edhe me njerëzit e Kosovës këto me gjithë. Ne kemi në Turqi diku 500 dyqane, gjithashtu edhe në gjithë botën në vende tjera diku rreth 500 janë edhe ato. Që do të thot diku më shumë se 1000 dyqane kanë në gjithë botën. Për Kosovë si mendon? Për Kosovë mendon me vazhdu si ndaj në tjera që kanë hapë shumë. Kemi vetëm qëllimin të kemi vetëm një markë turke, të hapim një markë turke këtu në Kosovë, por gjithashtu të lidhim edhe lidhjet tona vllazërore mes Prizrenit, Kosovës dhe Turqisë. Me pru produktin në Prizren, me çmim shumë të volitshëm edhe me kualitetin më të lartë që janë gjitha vendet e tjera të botës. Edhe zonja Shpresë i shprehin fitime sa më të shumta, edhe të shkoj puna sa më mbarë. Kompania Eiffel është ndër kompanitë shumë të njohura jo vetëm në Turqi, por në të gjithë Evropën dhe janë mbi 1000 dyqane në botë dhe tashmë kjo është edhe në Shadërvanin e Prizrenit.